pritni që pas 6 gushtit të kemi rahatllëk politik? Fatkeqësisht prej më shumë se 2 vitesh realisht, e mbas edhe më shumë se aq, Kosova përveç se shndru në një temë të krizave të njëpasnjëshme, në një sistem të mirëmbajtjes së krizave, riciklimit të tyre si mirëmbajtje e status quo, pra ajo çfarë ka ndodhur në Kosovë është që kriza tashmë po përdoren politikisht në radhë parë për të blerë kohë në raport me obligimet ndërkombëtare që ka marrë Kosova, dhe së dyti, krijimi i krizave të reja po përdoret si taktik për mbulimin e krizave paraprake. Pra, në Kosovë kanë ekzistuar disa tabu politike. Kosova asnjëherë nuk ka shkuar në zgjedhje për shkak se nuk ka arritur në këtë rast ta zgjedh kryeministrin. Kosova nuk ka shkuar asnjëherë në zgjedhje për shkak se ka dështuar të zgjedh presidentin. Dhe ajo çfarë kemi parë për gjatë 2 viteve të fundit është një lloj përpjekje sistematike për t'i thyer gjitha tabut në Kosovë, në kuptimin politik, që pastaj të arrijmë në pikën ku kriza, përveç se bëhet pjesë e përditshmërisë politike, normalizohet edhe në sytë e publikut. Pra sot rrallë herë gjen dikën në Kosovë që me të vërtet intereson çfarë është duke ndodhur përtej diskutimeve kreditore politike, dhe që një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve as nuk e vren që shteti realisht, institucioni, aparati publik është në pauzë, është me ushtrues detyre në shumicën dërmuese të instancave. Pra, ne përveç se kemi ushtrues detyre të presidentit, kemi kryeministrin detyrë, kryetar të kuvendit detyrë, shumica e institucioneve janë me bartës të tillë, dhe kjo ka ndikuar që Kosova të shndrroj ciklin e menaxhimit njëpasnjëshëm të krizave, pjesë të normalitetit tonë politik. Dhe unë besoj që këtu është dëmi më i madh që është shkaktuar Kosovës në kuptim të konsolidimit të brendshëm, që padyshim pastaj reflektohet edhe jashtë, sepse unë besoj kanë ekzistuar 2 nivele të vendimarrjes në Kosovë për gjatë viteve të fundit. E para ka qenë kjo çështja e menaxhimit të krizave cilën e diskutuam, dhe së dyti kanë qenë çështjet e sigurisë, e në veçanti çështjet që ndërlidhen me veriun e vendit. Dhe unë besoj kjo ka bërë që Kosova pastaj në sytë e ndërkombëtarëve, përveç si një vend që për rrëdhënie nuk zgjidh kriza, të shihet kryesisht përmes lenteve të sigurisë. Pra, unë besoj që fatkeqësisht Kosova tashmë në sytë e ndërkombëtarëve shihet vetëm nga perspektiva e një krize potenciale, në veçanti në raportet ndërmjet komuniteteve, për shkak se në sytë e ndërkombëtarëve pjesa veriore më tepër se sa rajon gjeografik është pjesë e cila reflekton përbërjen etnike të asaj zone. Dhe unë besoj që këto dyja kanë ndikuar që Kosova të ketë këto raporte që ka me ndërkombëtarët. Çështja e marrjes së statusit të vendit kandidat, aplikimi i dhjetorit të para sa viteve. 2022, po. Dhe shumë procese të tjera integruese kanë mbetur pezull, ashtu siç ka mbetur pezull çdo proces të Kosovë. Dhe fundja ka qenë dhe është, unë besoj, e parësyeshme të pritet ndryshe, kur gjithçka në Kosovë është në pauzë, e lënë në gjysmë, është jo realiste të presim që BE-ja do të na trajtojë neve më ndryshe se sa që ne trajtojmë veten politikisht si vend, po flas. Dhe unë besoj që ky është problemi më i madh me cilin fatkeqësisht nuk po merren spektri politik mbi gjitha dhe udhëhecit institucional që kanë barrën më të madhe të përgjegjësisë, por në rangje tjera më të ulta nuk po merren as partitë opozitare, e as nuk po merren një pjesë e konsiderueshme e mediave, e as më pak e publikut që zakonisht servohet me informata që vijnë nga këto hallkat e tjera. Cakolli, në Kosovë ishte për vizitë ministri për Evropën i Francës, zoti Haddad, u konfirmuan disa marrëveshje bilaterale, midis tyre dhe një projekt 60 milion euro nga Franca, por në gjitha këto metet në margjina të qëndrime politike që përfaqëson Franca e sotme dhe djeshme kundrejt Kosovës, që institucionet duhet i zbatojnë pa vonesa detyrimet që kanë marrë në Bruksel dhe në Ohër, përfshirë dhe statutin e zajednicës ose të asociacionit të komuna me shumicë serbe. Komunitetin ndërkombëtar, siç e thatë, ju mbetet në pozicionet e tij që kishte edhe më herët, duke i kërkuar qartësisht Kosovës që rruga evropiane e saj kalon nëpërmjet zbatimit të zotimeve që ajo kishte dhënë vetë, edhe në Bruksel dhe në Ohër.
një proces i meritav, siç e quajnë. Po, në radhë parë sa i përket Francës, unë besoj që Franca është padyshim prej vendeve më aleate që ka Kosova në Bashkimin Evropian dhe raportet mes Kosovës dhe Francës në nivel bilateral kanë pasur rënje e ngritje, por përgjithsisht e kanë ndjek një linjë të parashikueshme, të qëndrueshme politikisht. Këto marrëveshjet që u arritën dhe u nënshkruajtën në fakt gjatë vizitës ministrit të deleguar për Evropën në kuadër të qeverisë franceze, besoj janë në suaza të një niveli të bashkëpunimit minimal që Franca mban me gjitha vendet e rajonit. Pa dashur ta relativizoj rëndësinë e këtyre marrëveshjeve, sepse disa prej tyre kanë impakt jashtëzakonshëm ta zë marrëveshja për ekstradime, një sër marrëveshje tjera që janë me rëndësi. Ligjet për aki komunite. Absolutisht. Dhe unë besoj që këtu janë të rëndësishme, por në anën tjetër, ajo çfarë u vërejt për gjatë vizitës është që për Francën këto çështje janë të një rëndësie dytësore dhe parësore mbetet zotimi që ka dhënë Kosova para ndërkombëtarëve. Në radhë parë për marrëveshje specifike, por mbi gjitha për nivelin dhe mënyrën e respektimit të komuniteteve. Unë besoj që kjo është pika e thyerjes në mes të Kosovës dhe aleatëve të saj, përfshirë këtu Francën, por pa na shkaluar ta zëm edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa na shkaluar Gjermaninë dhe vendet e tjera, të cilat përveç se kërkojnë respektimin e zotimeve që ka dhënë Kosova, ndër cilat ai elefanti në dhomë vjen mbetet draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, por që aktualisht me mënyrën se si janë sjellë institucionet, besoj që tashmë ka diçka plus aty dhe tashmë e tërë narrativa që mbizotron në vlerësimin tim në sytë e ndërkombëtarëve është që Kosova duhet sillet ndryshe me komunitetet në tërësi. Pra përveç se të zbatoj masa siç është kjo asociacionit, ka të bëjë edhe me mënyrën se si institucionet tona janë sjellë karshi komuniteteve, në veçanti atij serb, dhe këtu besoj një pjesë të madhe të fajit e bartin partitë politike, me në krye partinë në pushtet në këtë rast Lëvizjen Vetëvendosje, e cila përveç se ka ndjekur një linjë të refuzimit të bashkëpunimit me subjektin politik që i mirë apo i keq me shumë të meta normalisht përfaqëson prapse komunitetin serb në Kosovë, mbi 90% të tyre, dhe përjashtimi nga çfarë do diskutimi i këtij subjekti politik, i përfaqësuesve që në fundit janë legjitim të komunitetit serb. Legal dhe legjitim, po. Unë besoj që ka ndikuar që pastaj Kosova të shihet edhe në këtë perspektivë. Pra, është hera e dytë në këtë rast dhe hera e parë prej që Lëvizja Vetëvendosje udhëheq që tashmë ka një lloj përjashtimi a priori të çfarë do diskutimi me përfaqësuesit e listës serbe. Dhe për më keq në një valle të tillë kanë rënë edhe partitë opozitare, të cilat janë duke ndjekur të njëjtën linjë populiste, për shkak se unë besoj që është e domosdoshme që gjithë ata që kanë qenë përfshirë në krime eventuale që kanë cënuar endin juridik Kosovës ballafaqohen me drejtësi. Natyrisht. Por parimi bazike i patë e kalueshëm drejtësi është që nuk ka përgjegjësi kolektive për vendimarrje individuale. Nëse nuk vërteton ndryshe, po. Absolutisht. Dhe në fakt përveç se nuk është duke u vërtetuar ndryshe, në Kosovë as nuk ka proces për ta vërtetuar përgjegjësinë kolektive të subjektit politik, ndonse mekanizmat ligjore mundsojnë një gjë të tillë. Pra, unë besoj që është përpjekur që të përdoret politikisht kjo temë, derisa në anën tjetër, çështja e draft statutit, unë besoj që përveç se do ta shoqëroj Kosovën në vitet në vijim, rrezikon që të jetë një çështje e cila tashmë do të synoj që ta ridefinoj edhe vetveten, sepse nëse Kosova prej tashmë gati 10-12 vitesh nuk arrin që ta zbatoj jo vetëm një marrëveshje ndërkombëtare, por edhe një aktgjykim gjykatës kushtetuese, i cili në mënyrë krejt eksplicite thotë që Kosova, përkatësisht qeveria, duhet ta sjellë draft statutin e asociacionit për shqyrtim në gjykatë. Atëherë me zhvillimet që ka ndodhur në veri, padyshim që do të ngritet edhe çështja se a mjafton kjo apo çfarë duhet bëj Kosova që të sillet ndryshe, dhe kjo do të nënkuptoj që përveç se çdo rrugtim i Kosovës në arenën ndërkombëtare, sidomos në raport me integrimin evropian, do të jetë i ndërlidhur me formimin e asociacionit si të tillë, unë besoj që tashmë do dalin vetëm kërkesa të reja për ditë më shumë. Edhe më rigoroze. Absolutisht, sepse ajo çfarë vrehet përgjatë tërë historikut, jo vetëm të Kosovës, por edhe qasjes akterëve ndërkombëtar në rajon, është që zakonisht kërkesa e dytë është më rigoroze se sa e para.
e treta është shumë rigoroze se sa e dyta. Pra, propozimet dhe kërkesat ndërkombëtare nuk shkojnë duke u lehtësuar ose duke u zbutur për vendin cili ti drejtohen. Ato zakonisht shkojnë e bëjnë vetëm edhe më të ashpra si formë e unë besoj një lloj ndëshkimi për spektrin politik që nuk arrin që të zbatoj atë që ka premtuar. Dhe unë friksohem që Kosovën mund ta pres një fat i tillë, që çfarëdo kërkese në të ardhmen apo çfarëdo draft statuti duke marrë për bazë atë që u shkrua nga emisarët gjerman, francezë e të tjerë evropian, meqense se Kosova nuk e pranoi një si të tillë, ekziston rreziku që drafti tjetër të jetë edhe më i pafavorshëm se sa i parapraku që Ju mendoni se mund të vijmë deri te situata që të kemi draft tjetër? unë besoj që po, për shkak se Kosova ka bërë qartë që nuk ka interes që ta zbatoj draftin si të tillë, përkundër faktit që arsyetimi i përdorur ka qenë krejtësisht jo relevant edhe në sytë e ndërkombëtarëve. Pra, përderisa ka qenë angazhuar në një proces dialogimi, as nuk është respektuar marrëveshja bazë që paraqes se kush e shkruan draft statutin e asociacionit, e as nuk është përkrahur drafti i sjell nga emisarët e huaj. Dhe unë besoj që tashmë Kosova në këtë lloj çorsëkaku politik që ndodhet, pra as me njërin e as me opsionin tjetër, shumë lehtë mund vi në pikën ku pastaj servohet një draft tjetër, i cili mund shkojë diçka përtej atij që është ofruar në këtë rast draftit të fundit. Dhe këto padyshim janë zhvillime e sinjale të këqija që Kosova nuk guxon t'ja anashkaloj, e madje me dinamikën ndërkombëtare, me këtë pasigurinë gjeopolitike që ekziston gjithandej botës, Kosova është vendi që më së paku në botë, vlerësoj aktualisht, ka të drejtë që të ndihet rehat e komode në një lloj limbo zone të tillë ku ne as nuk ofrojmë atë që për të cilën jemi zotuar, e as nuk tentojmë ta bëjmë asnjë minimum. Pra, po sillemi sikur Kosova është epiqendra e çdo zhvillimi ndërkombëtar, ndërsa tashmë jo vetëm Kosova, por rajoni në tërësi nuk është fare në listën e prioriteteve ndërkombëtare. Madje në një prej takimeve që kemi pasur së fundit, një prej aktorëve ndërkombëtar tha që përveç se nuk jemi më të rëndësishëm si rajon, në listën e prioriteteve as nuk flitet që duhet ndonjëherë më të kemi prioritet në rajon.